Shëndetje të nderuar miq, ritakohemi bashkë në këtë podcast në mes jush, ku sot kemi një tematik të veçantë dhe dy persona të ftuar, të cilët ndajnë një gjë që i ka prekur, një gjë të veçantë, e cila është në fakt një sëmundje, nga ato sëmundje të cilat neve do donin të mos na vinin kurrë në jetën tonë, por ja që ndodh, na prekin. Janë ato sëmundjet tumorale pra, të cilat i vijnë njeriut dhe duhet përballet me to. Marrim shkas për të bërë këtë episod edhe nga një takim që kemi patur disa ditë më parë në Shkodër, ku Partia Social-Demokrate prezantoi kandidatët e saj për deputet në qarkun e Shkodrës dhe ndër të tjera, lideri i partisë Zoti Doshi, u ndal edhe te një tematikë e rëndësishme nga më themeloret për shoqërinë tonë sot, për realitetin që jetojmë dhe që është shëndetësia e mbi të gjitha, në veçanti sëmundjet tumorale, të cilat me sa shohim, jo vetëm që prekin një numër të konsiderueshëm individësh të shoqërisë shqiptare, por kanë filluar tani edhe me mosha më të reja, siç na informojnë edhe mjekët që ndjekin në mënyrë sistematike këto sëmundje. Sot kemi të ftuar zonjën Suela Ngjela, e cila njëkohësisht është edhe kandidate politike në qarkun e Korçës. Ktu sigurisht nuk është se vjen rreth parë si kandidate, por vjen si një person që ka patur këtë përvojë dhe që do na thotë më shumë në vijim. Mirë se keni ardhur në këtë podcast, Suela. Mirë se ju gjej, kënaqësi për ftesën. Dhe gjithashtu kemi zonjën Levisa Milona. Levisa, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Levisa nuk kandidon, paktën akoma, me sa dim ne, paktën jo në këtë zgjedhje, por Jo, të ardhmes nuk i dihet. Levisa është infermiere, ndërkohë që Suela është psikologe me profesion. Keni këtë përvojë të përbashkët, ne do kemi rastin të flasim gjatë këtij podcasti. Unë nuk kam bërë ndonjë numër pyetjesh pra që ta ngurtësoj këtë diskutimin ton, dua që ta lë sa më të lirë, sa më të çliruar dhe sa më të vërtet. Nuk e di nëse mund të filloj ndonjëra prej jush që të rrëfej pak a shumë historinë tuaj me tumorin. Unë nuk e dija se sa e fortë isha, derisa në momentin e caktuar kuptova që kisha një mas malinje, sipas konstatimit të mjekëve, dhe atje kuptova që duhet bësha e fortë. Me plot bindje mund të them që nëse nuk do isha psikologe, nuk do kisha fituar betejën. Kjo sepse kam mësuar nga përvoja e punës sime, eksperiencës, që gjithmonë duhet të mendojmë pozitivisht. Pavarësisht sfidave që ne mund të kemi, gjithmonë duhet gjejmë forcën të përballemi dhe të fitojmë betejën. Ka qenë një rrugëtim i gjatë, i vështirë, i lodhshëm, por që më në fund, tashmë pas disa vitesh, unë e kam fituar plotësisht betejën, gëzoj shëndet të plot. Ka qenë një situatë e cila nuk do ta harroj asnjëherë në jetën time, por që më frymëzon sot që të jem pjesë edhe e politikës, për të ndihmuar të gjitha ato nëna me sëmundje terminale që t'ja dalin banë. Okej. Levisa, po juve. Unë voja nga gjëra tiroide, e kam të friskët si sëmundje. Para 2 javësh u bëra operacion, i bëja të gjitha konsultat, të gjitha gjërat dhe në fund më dhanë që ti duhet të operosh ose përndryshe nuk ka zgjidhje tjetër. Dhe u bën 2 javë sot që jam operuar. Si ndjeni? Mirë, momentalisht, po pres biopsin, më dalë si përgjigje. Akoma s'më ka dalë përfundimtarja. Të shikojmë, por që është në gjendje, domethënë duhet të luftosh me veten, duhet të luftosh
Duhet ta mbushësh mendjen që ti nuk ke asgjë që të arrish. Suela përmendi që mendosh pozitivisht faktin që ajo mund ta bënte këtë sepse ishte psikologe dhe është psikologe. Nuk e di në mënyrë pak më konkrete çfarë këshille do i jepje Klevisës, duke qenë se është në këtë gjendje që duhet ta luftojë tani edhe mendërisht, pra, në sëmundjen. Patjetër, jo vetëm Klevisës, që e sigur ka për ta fituar betejën, sepse e shikoj nga buzëqeshja e saj forca që është në brendësinë tonë, por të gjitha nënave me sëmundje terminale, forca gjendet brenda nesh. Sigurisht, momenti i parë shoku është i madh, edhe muajt e parë, edhe pas operacionit janë të vështirë për hir të së vërtetës, por duhet të kesh shumë besim dhe duhet të kesh shumë siguri, të paktën tek mjekët, tek sistemi ku të je. Dhe unë në Shqipëri fatkeqësisht këtë siguri nuk e pata. U diagnostikova me kancer para 4 vitesh. Zgjohem në mëngjes me një dhimbje shumë të fortë gjoksi dhe menjëherë le ditën e punës dhe shkoj nisem drejt spitalit onkologjik. Atje menjëherë një mjek i familjes sonë, sapo më pa dhe bëri analiza diagnostikime të mundshme, më tha që më vjen shumë keq, por ti vuan nga kanceri dhe në eksperiencën time, fatkeqësisht ke një kancer femër pra malign. Ishte shokuese dhe kam përshtypjen për të gjitha nënat, ai moment është shokues. Por nuk do të thotë që duhet ta humbësh shpresën. Më është dashur të largohem nga Shqipëria, kjo sepse mjeku në cilën mua më vizitoi tha këtu nuk do kesh shumë shpresë, për shkak të kushteve dhe sistemit shëndetësor në Shqipëri që çalonte. Unë e kam larë me lotë onkologjikun. Nuk kishte askush që të vinte dhe të më jepte edhe një bidon ujë. Prita në radhë gjata për të bërë ekografinë. Skaneri PET në onkologjik mungon. Ky është skandal i madh. Në Shqipëri nuk ka një skaner PET në cilën ne mund të shkojmë dhe të Çfarë tregon ky skaner? tregon me detaje, me hollësi, gjithçka të shëndetit tënd, injektohet jodi dhe atje përcaktohet masa, zona dhe sasia e zonës maligne, në cilën në Shqipëri, sistemi jon shëndetësor në Shqipëri nuk e ka të mundur. Po mirë, vetëm për t'u ndalur një moment sepse, okay, është çështje teknike deri diku, mjekët patjetër e dinë shumë mirë, por ata që ndjekin podcastin ton sigurisht nuk janë mjek, nuk janë profesionistë, ndaj duhet ta sqarojmë pak, mendoj. Pasi bëhet ky PET skaneri, pra ky lloj skanimi, që ju thatë tregon deri ku ka shkuar apo jo? Po, Kur është përhapur, Qelizat kancerogjene. po, qelizat kancerogjene. Pastaj kjo ndikon në te kura që jepet? Pra, si me thënë, mund të ketë një kurë tjetër në varësi të rezultateve të këtij skaneri apo, si me thënë, ne shohim vetëm deri ku është bërë përhapja dhe prapë s'kemi zgjidhje tjetër, pra, si me kemi zgjidhje tjetër? unë mendoj që Pra, gjithmonë në ka kurim flas. po, unë mendoj që gjithmonë ka zgjidhje, të paktën specialistët e mirëfillt, profesorët që janë në onkologjik në spitalin onkologjik, për hir të së vërtetës ne kemi mjek të shkëlqyer. Po. Nuk mund të themi që ai skandali që ndodhi në onkologjik mund të prek të gjithë, absolutisht jo. Unë e kam jetën fal një mjeku shumë të përgjegjshëm, që e dinte shumë mirë se si funksiononte sistemi shëndetësor në Shqipëri, i cili për fatin tim të mirë që unë ika jashtë Shqipërisë dhe sot jam në jetë. 2/3 e buxhetit të QSUT-s i merr Spitali Onkologjik. Ndërkohë në Spitalin Onkologjik mungon aparatura kryesore e skanerit PET. Mungon ekografia. Unë i kam parë nënat që merrnin kimioterapi në karige. Ka qenë shumë e dhimbshme për mua. Ato skena kanë qenë të frikshme, unë i kam menduar për muaj të tërë, e thash edhe që në fillim nëse nuk do isha psikologe nuk do e kisha fituar betejën. Dhe ato skena të cilat ishin shumë të frikshme, menjëherë mendova që edhe unë do të kem të njëjtin fat. Pra një nënë që merr kimioterapinë në Spitalin Onkologjik nuk ka shtretër. Unë i kam parë gjitha këto me sytë e mi. Radha e gjatë për të bërë diagnozat gjithashtu është shumë e dhimbshme, sepse ty duhet të presësh në bazë të një koordinimi që shteti ka vendosur, dhe pas 2-3 muajve ose 4 muajve minimumi që ty të vjen radha të bësh ekografinë ose të bësh atë rezonancën e thjeshtë ose të bësh ato analizat e thjeshta, tashmë kohën e ke humbur. Momenti i parë kur ti diagnostikohesh me kancer mendon që
menjëherë duhet të jetoj, duhet të gjesh kohën të luftosh që do ta kalosh dhe mesazhi im për gjitha nënat është që pavarësisht shokut që mund të ndjejmë në momentet e para, duhet ta gjejmë forcën. Sigurisht që kjo varet, edhe nga faktorët e tjerë. Unë ndjesha shumë e sigurt në Itali, me mjek shumë të përgatitur. Shkova në Gjenova, në San Martino, në një qendër spitalore veçanërisht për problemin që unë kisha. Mjeku ishte i shkëlqyer dhe kam përshtypjen që humanizmi dhe mënyra shumë e përgjegjshme e gjithë stafit mjekësor ishte një ndër arsyet pse unë e fitova betejën. Levisa, po juve domethënë Do me t'rregoj gjitha këto historinë elemente, tim? me gjitha këto elemente po, që përmendi Suela, mos si i keni parë se ju nuk keni vajtur në Itali për të kuruar, po keni qenë këtu apo jo? Po. Unë gjithmonë i bëj analizat në privat sepse në shtet nuk një herë në 6 muaj të bëj Mhm. dhe check-up-i është për shembull që nuk janë analiza specifike, janë thjesht të përgjithshme. Ka raste që duhen analiza specifike për me arrit diagnozën e duhur. Për shembull mund bëja të SHFT3, SHFT4 dhe gjëndrat malinje unë nuk i bëja dot analizat. Po. Ëm dhe detyrimisht shkoja në privat. I bëja konsultat në privat, analizat në privat, po ishte e papërballueshme sepse me një rrogë mesatare minimale këtu, nuk mund të përballosh dot privatin. Saqë Është e vështirë në fakt sepse është shumë e vështirë të përballoj me vërtet unë punoj, por prap se prap nuk ja del dot, sepse unë jam nën me 2 fëmijë. Edhe do s'do ke edhe prekupimet të fëmijëve. Pastaj Si e dolët? si ja dolën. Domethënë gjithë këto Gjithë analiza unë që prandaj keni bërë thash në privat, me ndihmën e Zotit ton, të mdoshit. Pamdoshit. Më ka ndihmuar, më ka thënë ti do shkosh, ti bësh të gjitha vizitat, të gjitha konsultat, të gjitha analizat, çfarë të duhen dhe do bësh operacionin sepse më vonë më thanë mjekët që ti je për operacion dhe duhet të bëhet sa më shpejt. Jo të pres në radhë, për shembull se unë po të regjistrohesha në shtet, i bie 3-4 muaj, mos më shumë, më vinte radha të bëja një operacion. E kuptoj. Unë mund të prisja si njeri, po smundja ime jo. Smundja jo, kjo është e qartë. Këto janë gjëra që nëse kalon sadopak kohë, nëse si ka pranë momentin e duhur, pastaj nuk ke më kohë. Unë Kështu është. sot jam mirë, falë Zotit ton. Doshje. Unë uroj të keni sukses në luftën ndaj kësaj sëmundje, zoni shëndet gjithmonë. Po ndaj edhe unë këtu me ju një me që jemi në këtë podcast ku flasim hapur. Edhe unë nuk kam patur unë vetë, po një familjar im, babai që nuk jeton më, e ka humbur fatkeqësisht e ka humbur betejën me këtë sëmundje para 6 muajsh. Edhe ai pra vujti nga kanceri dhe nuk arriti dot, edhe pse u operua disa herë, pra në 5 vitet e fundit të jetës, u operua çdo vit nganjëherë. Nuk arriti dot, por tani po shoh. Tani që po bisedojmë për këto gjëra, për shembull kam biseduar këto kohë me një doktoresh që merret me këtë lloj sëmundjesh. Po ja themi emrin sepse kur të dojë ajo mund të flas vetë publikisht. Ë, por kam kuptuar që për shembull ka patur disa gjëra që ndoshta mund të bëheshin më mirë. Pa diskutim në kohën e duhur, pra në analiza që mund të bëheshin më shpejt, më saktë, në mënyrë më, si thosh, më të imët. Një gjë që kam marrë vesh është që ka një lloj testi gjenetik që duhet bëhet në mënyrë që ë organizmi i pacientit të trajtohet siç duhet, pra në mënyrën që në mënyrë, si thua, të personalizuar po themi. Jo t'i japësh një kur standarde që ja jep shumë e shumë pacientëve, pra për të luftuar kancerin po themi,
pa sëmundje, dhe që pastaj diku mund të bëjë efekte, diku jo, për shkak se nuk respektojnë specifikat e organizmit të një pacienti krahasimisht me të tjerët. Dhe ky testi gjenetik ta supozohet që ndihmon në këtë gjë, pra në zbulimin e saktë dhe specifik, pra të asaj nga çka vuan ose çfarë mund të mbajë, si mund të çfarë efektet mund të ketë, një kurë apo një tjetër mbi një organizëm specifik. Të gjitha këto për shembull në rastin e prindit tim nuk është se u bën dot, as nuk i dinim, as nuk na i tha kush. Pra në këtë kuptim edhe informacioni që ofrohet për njerëzit që preken nga të tilla gjëra në sistemin tonë shëndetësor, informacioni është pakët, i munguar, shpesh i pasakt, që këtu fillon problemi. Pastaj ato që juve përmendët, mungesat fizike, shtretërve apo ku diun e komoditeteve të tjera, nevojave të tjera që duhet t'jenë për t'ia bërë sa më të lehtë qëndrimin, po themi, një pacienti në kushtet spitalore, pa diskutimi kemi parë këto të gjitha. Por për mua problemi më i madh fillon që nga ne nuk e dimë në ç'gjendje jemi dhe nuk e dimë saktësisht se si duhet trajtohemi. Se edhe sikur të ishin kushtet perfekte në aspektin, ku diun, shtretërit ishin, ë shumë të mirë, të cilësisë më të lartë, e me radhë, prapë nuk shërohesh dot vetëm nga shtretërit, po që se mungojnë këto të tjerat. Thatë shumë mirë në fakt. Ajo teknologji që tashmë Evropa Perëndimore, Shtetet e Bashkuara, vendet në zhvillim e kanë, tek ne mungon. Kjo lloj teknologjie e cila sot duhet të ishte për hir të së vërtetës, për hir të standardeve të cilat çdo njeri meriton një jetë më të mirë, meriton të kurohet dhe të trajtohet sa më mirë, sidomos me sëmundjen terminale, mungon. Kjo lloj teknologjie në Shqipëri, me sa di unë, të paktën në gjithë këto vite që më është bërë onkologjiku si shtëpia ime, mungon. Por nuk mungon vetëm kjo, ka mungesa të theksuara të medikamenteve. Mungon jodi radioaktiv, smurve me kancerin e tiroides. Unë para 2 javësh pyeta në spital dhe se mbase do më duhej, dhe më thanë, përgjigjja e tyre ishte thjesht: "Jo, nuk kemi. Nuk kemi. Jo, nuk Kaq. kemi." Kaq. Mungon Herceptina, një medikament që të sëmurët me kancer gjithmonë e përdorin 8 seanca pas kimios, pas ndërhyrjes. Mungon, ka mungesa të theksuara. Po çfarë thonë? Çfarë thonë mjekët, infermierët? Çfarë thonë kur ju shkonin në spital edhe ju thuhet që diçka mungon? Çfarë i thonë? Gjejini vetë? Po, jo vetëm që të thonë kështu, por mënyra më e mirë për të larguar nga recepcioni është të lutem sepse kemi radhë. Domethënë nuk do t'ja di njeri nëse ti vërtet ke nevojë për medikamentin, por kemi radhë dhe mbaroi koha jote. E thash që në fillim, unë e kam jetën fal një mjeku shumë të përgjegjshëm, për hir të vërtetës Shqipëria ka mjek shumë të mirë. Nuk mund të themi se janë të gjithë të tillë, të cilët nuk e bëjnë punën me përgjegjshmëri, ka dhe të tillë fatkeqësisht, por në eksperiencën time, unë e kam jetë të dytë për faktin që Suela, mjeku ishte i përgjegjshëm. Suela, çfarë ndodh me këta mjekët shumë të mirë? Pse nuk duket puna e tyre e mirë në këtë sistemin tonë shëndetësor? Se unë dakord jam me ju se kam parë edhe unë mjek që në një farë mënyrë duket që duan të trajtojnë në mënyrë të njerëzishme, sigurisht profesionale me radhë. Por nuk po them që këta janë pak, se disa janë, mund të jenë dhe shumë. Por puna e tyre duket sikur tretet, humbet. Sepse nuk ka kushte në spitale. Çfarë do thotë kushte? Mungojnë aparaturat, mungojnë ilaçet dhe mjeku nuk ka si të dalë aty dhe të thojë: "Jo, nuk ka." Pse? Sepse mbase rrezikojnë vendin e punës. Po, dhe mund të themi me plot bindje që ekziston eksaktësisht kështu siç e tha dhe Klevisa, që këta mjek kanë preferuar të jenë shumë afër njerëzve dhe larg zhurmës Mhm. mediatike të media sot, por mund të themi me bindje që janë duke shpëtuar qindra jetë njerëzish. Spitali onkologjik për hir të vërtetës është në gjendje të mjerueshme, thënë në eksperiencën time, sepse jo vetëm që mungon shërbimi, por mungojnë elementet bazë, elementet e të qenurit human.
që nga momenti kur thuhet diagnoza. Që në momentin kur ti futesh atje, e them sërish, unë kam larë me lot onkologjikun, por forca ime ishte që duhet t'ja dilja dhe nëse nuk do kisha qenë psikologe nuk do t'ja mundesha dot, kjo sepse është një traumë shumë e madhe në momentin e diagnostikimit. Nuk më erdhi askush, mungonte shërbimi psikologjik. Askush nuk më dha një lloj suporti që shiko se po ka dhe gra, zonja, nona të cilat ja kanë dalë mban dhe për hir të së vërtetës ka zonja që ja kanë dalë mban, për cilat nuk flasin. Unë mund të them me bindje që suporti i sotëm që i është dhënë nënave me sëmundje terminale, nga shteti mungon. Ne të gjitha zonjat me sëmundje terminale në të gjithë Shqipërinë u mblodhëm në 11 tetor 2024 në summitin e organizuar nga Briselda Xhelaj, një mjek e diasporës, dhe atje përqafuam njëra tjetrën dhe gjetëm forcën që t'ja dilnim deri në fund. Suporti ka qenë i Qendrës Vatra, Që është në Amerikë. që është në Shtetet e Bashkuara, ka ndihmuar dhjetra, qindra nëna me sëmundje terminale në Shqipëri. Dhe suporti i shtetit ishte për mua zero. Unë mora vetëm një kemp prej 100.000 lekësh të vjetra gjatë asaj periudhe dhe mbaj mend dhe kur kam qenë në Itali që bëra ndërhyrjen, më është dashur të punoj dhe ju mësoja fëmijëve italian anglishten, kjo sepse gjithçka shpenzimet ishin nga familja ime. Po mirë, fati i pacientit këtu ke ne, kur sidomos ka vuan nga kjo lloj sëmundje, a është i lidhur me a njeh dikë, pra ka ndonjë mik aty ose si e ka portofolin, e ka të fryrë portofolin apo e ka bosh? A varet nga kjo? Pra ndikon kjo gjë në çfarë do ndodhi me këtë pacient? Pra Pa, do shpëtoj apo s'do shpëtoj? Do shërohet apo jo? Varet nga kjo. sigurisht që po. Mjafton ne të shohim nga afër politikanët tanë, deputetët dhe ministrat. Fatkeqësisht që të gjithë nuk kurohen në Shqipëri. Pse? Sepse e din shumë mirë si funksionon sistemi jonë shëndetësor, por shkojnë jashtë Shqipërisë dhe kurohen andej. Dhe kjo ishte një ndër arsyet pse unë u futa në politikë bërjen e Partisë Socialdemokrate, sepse dua të çrënjos këtë lloj politikë bërje të gabuar. Ne kemi mjek të shkëlqyer. Ne jemi të gjithë gati të transformojmë këtë strukturë të gabuar që është ndërtuar në 35 vite. Dhe ka ardhur momenti që t'i themi jo korrupsionit, që t'i themi jo kësaj propagande të mashtruar që po shërojmë. Unë flas në eksperiencën Pra time. ne kemi mjek, por nuk kemi spitale. Ne s'kemi pjesën e strukturës së ligjit shumë të saktë. Po e rithem, 2/3 e buxhetit të QSUT-s i merr Spitali Onkologjik. Ku shkon gjithë ky buxhet kur në Spitalin Onkologjik mungon herceptina, mungon jodi radioaktiv, mungojnë shërbimet e tjera, mungon skaner PET, mungojnë skaneri të tjera, shintografira e tjerë që nuk ka. Kjo është gabim dhe ne duhet jemi të gjithë të ndërgjegjësohemi që t'i themi boll më kësaj politikë bërje. Levisa, keni ndonjë ide se ku shkojnë këto para që jepen për onkologjikun përderisa nuk shkojnë për ilaçet më të domosdoshme për të luftuar këto sëmundje kancerogjene? E dim të gjithë që lekët i marrin të mëdhenjt nuk është se mendojnë për popullin. Ë, në Kur një thua të mëdhenjt, kush e të ke fjalën? ato që i ndajnë gjërat, Si drejtojnë buxhetin. onkologjikun? Po, siç ndodhi rasti i fundit, domethënë që mjekët onkologjik i çojnë në privat. Sepse jodin e radioaktiv e merrshin nga spitali dhe e çonshin në klinikë private dhe e shitshin 1.200 euro, 1.500 euro një jod radioaktiv. Po ka mundësi një familjar, domethënë me pagë minimale ta blej atë jod? Jo. Absolutisht jo. Çfarë do donit, një pyetje për të dyja. Çfarë do donit që të dinit? Çfarë do donit ja kishit ditur për sëmundjen, pra për kancerin, para se ta përjetonit atë? Pra do kishte ndonjë gjë, tani keni këtë përvojë. Po përpara, sepse përpara natyrisht është një gjendje tjetër, ndoshta se siç shkon nëpërmend
kjo gjë apo ajo gjë? Çfarë do doni të kishit ditur? Unë të doja të kisha ditur gjithçka çfarë unë përjetova. Unë çdo gjë e mësova vetë. Unë nuk kisha askënd më shtrëngonte dorën në onkologjik, përveç se mjekut shumë të përgjegjshëm që më tha largohu nga Shqipëria dhe kaq. Mungon informacioni, mungon një strukturë e cila një qendër ndoshta që vërtet i mbron dhe i mbështet nëna terminale. E thash që rolin kryesor e ka luajtur diaspora dhe disa mjek në mënyrë vullnetare kanë ndihmuar dhe kanë orientuar nënat me sëmundje terminale të ngushëllohen dhe të gjejnë atë target grupin e vet dhe të ndajnë eksperiencat e tyre. Mungon jo vetëm shërbimi, por një ndër gjërat që unë do doja shumë që ta dija më përpara ishte sa shumë kohë humba duke rendur në diagnostikime të kota. Gjysma e rrogës time shkonte vetëm për analiza dhe diagnostikime, për të cilat në Itali mjaftovi vetëm një ditë dhe u përcaktua eksaktësisht diagnoza ime, eksaktësisht në diagnozën dhe në fjalën që mjeku profesor këtu në QSU-t mua më tha. Pra, për hir të së vërtetës mungon kjo lloj teknologjie dhe përgjegjshmëria ndoshta e laborantëve, e të gjithëve specialistëve të cilët duhet të jenë sa më të qartë me pacientët. Dhe gjëja tjetër që nuk e dija që se sa e fortë isha ishte durimi. Nuk të thotë askush që duhet të tregosh shumë durim, shumë qetësi, sepse janë vite të gjata që duhet të kurohesh. Pra nuk është diçka që kalon. Ti do vazhdosh të bashkëjetosh me sëmundjen dhe për disa vite. Çdo 6 muaj unë bëj rikontrollet e mia. ë Normalisht që këto janë shpenzime dhe i bëj që të gjitha në privat, i bëj këtu në Shqipëri tashmë, dhe që sigurisht kanë kosto të lartë. Flasim për të gjithë pacientët, jo vetëm për mua, për të gjitha nënat me sëmundje terminale, kanë të njëjtën eksperiencë. Po mirë, duke para se të shkoj tek lëvisa, me që juve keni filluar të pra po e trajtoni këtë sëmundje gradualisht, pra duke bërë kontrolle flas. Pa diskutim, shumë mirë që e keni kaluar, po që t'jesh i kujdesshëm nuk është kurrë keq, gjithmonë duhet bërë. Sa kushton përballja me këtë sëmundje? Sa e ka kushtuar juve? Më ka kushtuar një apartament. Domethënë shumë. Nuk i kam numëruar, sepse në momentin që diagnostikova nuk mendon kurrë për lekët, po mendon lo t'i shpenzoj që të gjitha dhe vetëm të kem jetë. Vetëm skaneri PET i Hygeas kushton 1.400.000 lekë të vjetra. Pra 1.400 euro është vetëm PET skaner. Një analizë kontrolli i thjeshtë i TSH-it, TS4, kalcium, tirogurbulinat e tjerë kushtojnë 150.000 lekë, 150 euro. Një eko patjetër që kushton, një vizitë kushton. Shumë, realisht është shumë për kostot për një rrogë mesatare, është shumë edhe për popullin e thjeshtë. Unë vetë jam psikologe klinike, pjesë e shoqërisë civile, gjatë gjithë jetës time kam pasur 2-3 punë. E kisha dediku mundësinë që të shkoja jashtë Shqipërisë, sepse dhe familja ime ma mundsoi, por janë shumë nëna që nuk kanë mundësi që dhe të diagnostikohen. Fatkeqësisht në teren, unë jam për ditë, ka nëna që thonë, kam frikë të shkoj të bëj dhe një mamografi sepse kam një gjendër që her pas here kam frikë. Kjo është e frikshme. Jetojmë në 2025 dhe nënat kanë frikë të shkojnë të bëjnë diagnozat, sepse s'kan mundësi ekonomike. Sigurisht ishte edhe pjesë e kulturës sime mjekësore, sepse unë jam psikologe klinike, kisha lexuar pafund për pjesën e sëmundjes, çfarë mua më ndërgjegjësoi, patjetër dhe ndërgjegjësimi është i rëndësishëm. Por për të gjitha nënat në të gjithë Shqipërinë, përveç se ndërgjegjësimit duhet kemi politikë bërje të shtresave sociale në nevojë për t'ju dhënë shansin që së pari të diagnostikohen, të bëjnë analizat rutinë, kontrollet rutinë, në të cilat mund të jenë Po, por nëse nuk ka populli, domethënë njerëzit e thjeshtë, si duhet i bëjnë? jam shumë Dhe dakord. këtu është një pikpyetje shumë e madhe, që duhet shteti të shikojë, domethënë për popullin e thjeshtë, jo për veten e tyre. Pikërisht, se ne sot flasim. Sepse unë për shembull, unë tani kam sëmundjen. Është fillimi, domethënë tani është faza fillestare për mua. Po sa do më duhet më vonë.
Kjo është pjesë e Kjo politikbërjes është tamam pjesë e politikbërjes, dhe i politikave sociale të cilat ne të gjithë si shoqëri duhet të ngrihemi. Kjo është një ndër arsyet pse unë ju bashkova Partisë Socialdemokrateve, për shkak të programit dhe për shkak të prioritetit që japim njeriu dhe jo interesave. Ka ardhur koha që të gjithë të jemi pro programit për çështjeve sociale. pra ne jemi në kushtet kur aktualisht supozohet që kemi një shëndetësi falas apo jo. Kjo na është thënë që shëndetësia është falas etj etj. Mirë, po ne shohim që shëndetësia e ashtu quajtur falas e parë e punës nuk po na jep atë që duam. Pra njerëzit kur shkojnë të shërohen, shpeshherë smuren më tepër se sa të shërohen. Madje vuajnë edhe të tjera halle përveç atij shëndetësor, fillojnë edhe vuajnë halle tjera financiare etj etj. Që mund t'i rënojnë pra Unë në mund të jetën e tyre me plot ekonomike, bindje familjare etj. Klementim që vetëm shëndetësi falas ne nuk kemi. Po, patjetër. Sepse Kështu është ajo që shëndetësia është falas thënë, është në thonjza, është thënë në media, por mos e pas hallin askush, asnjë nën, asnjë individ në Shqipëri të përballet me kancerin, sepse nuk do kesh asnjë suport nga shteti. Unë flas në eksperiencën time, sytë e mi kanë parë shumë gjëra, i kam parë nënat me lot që nuk bënin dot një ekografi. I kam parë nënat që shtyheshin dhe vinin nga rrethet për të bërë kontrollet rutinë që mezi bëheshin. I kam parë nënat në një gjendje të tmerrshme në karrige duke bërë kimjoterapi. Të gjitha këto më tregojnë që vetëm shëndetësia falas në Shqipëri nuk funksionon. Pikërisht. Tani një nga çështjet që është konkrete është që m'duket se kemi vetëm një qendër ku mund të bësh këto kimio, pra duhet vish kryeqytet apo jo? Patjetër në Qofse je nga kryeqytet. Dibra, nga Kuksi, nga Shkodra, nga Saranda, apo ku diun nga Po, të gjithë mblidhen në Tiranë. duhet vish në Tiranë, të marrësh rrugët, vish në Tiranë për të trajtuar apo jo? Po, Edhe ajo Dhe është me radhë. dhe ajo është me radhë, se kjo është çështje tjetër. Pra pa lek kur të vjen radha dhe smundja nuk pret. Çdo minutë e humbur, imagjinoni pastaj ditë, javë që kalojnë, bëhet shumë e rrezikshme për gjendjen e pacientit. Dhe për të vazhduar pak atë që po thonit të dyja në fakt. Pra, populli është i varfër. Nuk e përballojnë dot gjithë. Shumë njerëz nuk e përballojnë dot koston e trajtimit të kësaj sëmundje. Atëherë çfarë duhet bëjmë ne? I themi gjithkujt, shiko zgjidhe vet hallin tënd? Nuk mundet. Qofse jemi social-demokrat, siç paktën ne të dy jemi, po ndoshta edhe Lëvizja mund ta bashkohet në këtë alternativë që përpiqemi t'japim, qofse jemi social-demokrat, ne besojmë te solidariteti. Pra ta ndihmojmë tjetrin kur tjetri ka nevojë për ndihmën tonë. Nuk mundet vetë të nxjerr veten nga halli ku i ka rënë pra. Dhe jo vetëm në mënyrën që Zoti Doshi ka ushtruar ose ka bërë pra me Klevisën duke ndihmuar pra po themi nga xhepi i vet. Jo. Ne po flasim për alternativën social-demokrate kur do duhet të kemi politika shtetërore që nga xhepi ynë i përbashkët që është buxheti i shtetit fundja, neve të ofrojmë një pjesë të këtij buxheti të konsiderueshme aq sa duhet, në mënyrë që kush nuk mundet dot ta përballojë me të ardhurat e veta këtë sëmundje ose sëmundje të tilla, ne të gjithë së bashku, pra shteti, pra taksat tona, të bëjnë të mundur që ta ndihmojmë që të trajtohet, të marrë shërbimin e nevojshëm, shërbimin e duhur. Pra politika solidariteti do i quaja unë të paktën këto. Të cilat i kemi në programin ton, alternativën ton Dhe politikën dhe jo e vetëm në shpirtin e njërit për shembull shpirti Tom Doshit është shumë i madh përderisa ai bën bamirësi të tilla, por unë do të thoja alternativa socialdemokrate është që t'japi këtë mesazhin që duhet që të gjithë njerëzit, shqiptarët, të ndërgjegjësohen për këtë gjë. Nuk mundet të lëmë dhe të neglizhojmë ata që nuk ja dalin dot. Përballen të vetëm me të ardhurat e tyre personale me probleme të tilla. Por duhet që t'i ndihmojmë si me anë politikave shëndetësore pra. E thash edhe pak më përpara, Klementin, që solidariteti është shumë i rëndësishëm, sidomos për këtë target grup shumë të ndjeshëm. Po flasim për sëmundjen terminale dhe është ndoshta pjesa më vulnerable e shoqërisë. Solidaritetin tashmë në Shqipëri e kanë ofruar pak njerëz dhe një ndër këta është Tom Doshi. Vetëm një telefon, ai njeri me njëherë ju përgjigjet njerëzve. Dhe kjo është për t'u lavdëruar. Gjëja tjetër janë politika të cilat të gjithë ne duhet i kërkojmë
ti ndërtojmë së bashku. Solidaritetin tashme ë e ka mbështetur dhe ka treguar vetëm diaspora jon. Pra diaspora jon, e cila ka mbështetur dhjetra dhe qindra nëna, janë shëruar, kanë ngritur GoFund. Domethënë, ekziston një pjesë e mirë e shoqërisë civile që është mbështetëse dhe është suportuese ndaj nënave me sëmundje terminale. Por ne duhet jemi të gjithë që të krijojmë një strukturë sociale shumë të fortë, shumë suportuese, me të gjitha hallkat mbështetëse. Okej. Pra, duket që solidariteti është fjala kyç për të riorganizuar mënyrën se si jetojmë, si i bëjmë gjërat, si investojmë, si trajtojmë tjetrin dhe edhe shëndetësia, e cila deri tani me sa shohim nuk e ka këtë parim, nuk e ka sepse ju e thatë vetë, shkon atje, nuk t'jep askush një shishe ujë, ky nuk është solidaritet. Pra njerëzit që e kanë për detyrë të ta japin atë shishën e ujit, nuk ta japin. Dhe unë nuk besoj se është çështja që ka njerëz që janë me shpirt, si thua nuk e kanë shpirtin ashtu siç duhet, ose janë të ftohtë, ose janë indiferent, nuk është puna edhe aq shumë te njerëzit, se ka njerëz të mirë të këqij kudo në një shoqëri. Nuk mund të themi që të gjithë të pandjeshmit shkuan tani në spitalet tona dhe njerëzit që kanë ndjenja dhe që kanë ndjeshmëri janë jashtë spitaleve. Nuk besoj se duhet të themi këtë gjë. Por ndoshta mënyra se si funksionon sistemi i shëndetësisë i bën dhe ata njerëzit që kanë shpirt human deri diku të bën pak më të ftohtë, ta humbasin gradualisht atë humanizmin e tyre dhe që pastaj një ditë ne nuk i njohim më kur i takojmë. Nuk njohim më atë mjekun që kemi njohur, po themi kur ka qenë student me ne. Un kam pas për shembull raste me njerëz bashkë student të mit, pra kur që kemi studiuar së bashku, unë studioja atë degën time, ata mjeksi, po themi, dhe kur jemi takuar më vonë në situata të tjera të profesionit pra, kam parë që kanë ndryshuar. Dhe ata njerëz që ishin goxha të ndjeshëm, human e me radhë, shumë shpesh i shikoja të transformuar. Dhe nuk besoj se e kishin brenda tyre atë farën e pandjeshmërisë, po themi, nuk e besoj. Ndërsa unë them që mundet edhe për shkak të rrogës së ulët që kanë mjekët dhe infermierët sot, Mhm. mundet që të bëhen edhe më të ftohtë, sepse presin edhe nga pacientët, Sepse ajo nuk del, rrogë sepse që nuk të marrin. del rrogë. Ndërsa unë do thoya që njeriu njihet, për t'i dhënë emfazë se çfarë ju thatë, që njeriu njihet shumë kur ka para dhe pushtet. Dhe kur ti diagnostikohesh me një sëmundje terminale, kupton shumë mirë kush janë miqt dhe kush janë njerëzit e tu dhe kush janë njerëzit që nuk po të mbështesin. Sigurisht që kjo t'na tregon edhe një herë përballjen me jetën e vërtetë. Jeta e vërtetë është sfidë dhe ne duhet dim të përballojmë. Patjetër që duhet të rregullojmë strukturën e shërbimeve sociale. Sidomos njerëzit të cilët kanë mundësi, filantropët, ndoshta bizneset fuqishme, të cilat duhet të japin një lloj kontributi të caktuar për këtë pjesë të shoqërisë shumë të ndjeshme. Në dijenin tuaj, a kemi ne një regjistër kombëtar të kancerit, pra një monitorim të vazhdueshëm të rasteve apo dikush vjen, kryen punë, pra si pacient dhe pastaj shkon punë vet, ndërkohë që nuk lë në një gjurmë të madhe, nuk monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Pra e kemi apo s'e kemi? Në mënyrë zyrtare është një regjistër i tillë, por informacionet, zyrtare ne nuk i posedojmë dot, thjesht, mund të bëjmë një përllogaritje të njerëzve që marrin ndjekim tek spitali onkologjik. Sigurisht për këtë duhet të prononcojnë organet kompetente në mënyrë me statistika dhe me fakte konkrete të njerëzve të cilët marrin ndjekim në spitalin onkologjik, por që është shumë i lartë. Dim të them që është shumë i lartë si numër. Edhe një gjë tjetër që doja ta pyesja Suelës prapë në këtë rast. Ju keni marrë pjesë me sa di unë në një protestë tek onkologjiku apo jo? Po, unë kam qenë një ndër iniciatorët e asaj proteste. A mund të na e sqaroni pak kauzën e protestës? Pra Patjetër. kundër çfarë protestoi ose për çfarë protestoi? Duke qenë prej shumë vitesh aktiviste pjesës dhe shoqërisë civile, pjesë e shoqërisë civile, unë kam mundur që të kem kontakte në terren të shumë nënave me sëmundje terminale.
Protesta ishte më së shumti një protestë e brendshme. Së pari për ato çfarë ndodhi në onkologjik. Sigurisht ai skandal i onkologjikut nuk mund t'i prek të gjithë mjekët. E rithem sërish që mjeku im ishte shumë i përgjegjshëm. Por mungesa e medikamenteve dhe emri i Silvana Çelikut, të cilët unë e kam thënë me zë të lartë me mikrofon, nuk u përmend në media. Kush është Silvana Çeliku? Silvana Çeliku është prej ndoshta dekadash shefe e onkologjikut në spitalin e onkologjik në QSUT. Dhe përgjegjësia për herceptinën, jodin radioaktiv që mungon dhe një sër medikamentesh të kimioterapisë, kur merr 2/3 e buxhetit të QSUT-s vetëm spitali onkologjik, përgjegjësia bie mbi të. Sepse spitali ilaçet i çonte tek privati. Kështu u arrit të thuheshe flasim për në media dhe un kam qenë një ndër iniciatorët e asaj proteste për të thënë të vërtetën dhe për t'i treguar shqeto fare popullit se çfarë ndodh vërtet në onkologjik. Vetëm ish ministri Ilir Beqja përfitovi 420 milion euro kur ishte ministër i shëndetësisë. Kjo është një shumë maramendse. Dhe patjetër hallkat përkatëse duhet të ndërveprojnë siç duhet për pacientët me kancer. Ishte shumë e frikshme kjo shumë, sigurisht që organet kompetente dhe pjesa juridike merret me këtë. Unë për këtë pjesën nuk mund të flas sepse nuk jam juriste, atë ja kemi lënë prokurorëve dhe prokurorisë të Azis dhe byros kombëtare të hetimit për t'u marrë me rastet konkrete, por di që janë raste të llahtashme dhe të frikshme, të cilët sot shumë nga individë caktuar kanë shkuar dhe në byron për t'i denoncuar. Ndërsa rasti më i frikshëm unë mund të them që është shkon për kimio dhe në vend të ilaçit merr ujë. Ajo Po, është edhe më e këtë e kam frikshmja. dëgjuar. Merr ujë në vend të kimios. Si ka mundësi? Sepse Kjo mungon është te e dëgjuar, ilaçi. mungon. Pra qëllimisht po thoni Po, që mos i thonte pacientit që skemi. nuk kemi, vendosnin. Po çfarë ka ndodhur me këta persona Po normalisht që që e sëmundja kanë bërë këtë gjë? përparon. Jo, çfarë ka ndodhur? E kam Pra, fjalën me për jo me pacientin e kuptoj, nuk ka marrë trajtimin dhe sigurisht është përkeqësuar. Por çfarë ka ndodhur me mjekët ose me infermierët, me çdo që është marrë me asgjë, asgjë? thjesht një arrest shtëpie. Unë di që janë denoncuar, domethënë në dijenin time në gjatë protestës më kanë përqafuar me lot shumë nëna, sepse unë e ngrita zërin shumë fort. Sigurisht unë sot mund të mos isha këtu. Për mua është jetë e dytë. Dhe unë do vazhdoj ta ngres zërin deri në fund për këto skandale të frikshme. Raste konkrete, di që kanë shkuar dhe në prokurori, kanë shkuar dhe në byron kombëtare të hetimit, ti injektosh ujë, një cëmuri me kancer, është vepër penale dhe është krim, Tmerr. është krim që duhet të dënohet. Levisa, ju keni qenë i vazhdoni e kryeni detyrën e infermieres, por nga ana tjetër jeni paciente. Po. Si ndjeheni në këtë anë të gjërave? Pra kur duhet që si thua të merrni ndihmë, shërbim nga profesioni juaj. Unë edhe kur isha që bëra operacion, vazhdimisht i pyesja, çfarë po më hidhni në serum, çfarë është? Domethënë sepse pavarësisht se në privat janë ilaçet i kanë dhe këto. Kur ikin në shtet, unë asgjë nuk bën shtet. Keni Realisht deri besim? tani fare. Po mirë, pse nuk keni besim? Po sepse Keni pasur përvoja të tjera? jo, nuk është puna se kam pasur, por i bie një check-up i thjesht, unë duhet të pres 2 javë për një përgjigje. Për një konsult me një mjek, unë duhet të pres 3 muaj që të më vijë radha. Dhe unë nuk pres dot. Unë mund të pres si njeri, po Po s'mundi ajo. në përret, po sigurisht. Dhe prandaj detyrohem që ikin në spital. Që jam vetë e profesionit infermiere. Ikin në spital privat. Kjo është edhe një ndër arsyet pse shteti jon vuan pafund për shkak të këtij shërbimi. Unë mbaj mend në Itali që mjekët dhe infermierët më kanë dhënë një super suport, më kanë dhënë shumë siguri që ti doja dalësh, ne jemi këtu. Edhe ajo infermierja më ka lashë sikur të më kishte motrën e vet. Domethënë një pjesë humane
Këtu realisht mungon. Ndërsa këtu nuk ka, sepse puna e parë që do futesh në spital të shikojnë xhepin, ke apo s'ke. Do japësh apo jo? Si e bëjnë këtë? Domethënë si të provokojnë për këtë? Jo, si e Sepse, kuptojnë ke apo s'ke? vonohen për shembull nëse ti do shkosh të bësh një serum të thjeshtë, vonojnë për marrë me të shpuar, me të gjithë damarin. Prit 1 sekond se kam punë, prit 1 sekond se kam punë dhe ti detyrohesh do s'don që do ja japësh që ajo të të vijë dhe të të shërbejë, ose ai, kush mund tjetë. Dhe këtu është problemi. Me qartë, po pak më herët ne filluam e prekëm këtë çështje dhe filluam të thoshim mos e kanë nga nevoja. A është çështje nevoje kjo? Po, edhe mbas. Mendoj se është një çështje monitorimi nga strukturat e shtetit. Shërbimi social duhet të ketë, struktura monitorimi se si punojnë mjekët dhe se si punojnë infermierët, se si punojnë të gjithë specialistët, se si punon psikologu, se si punon mjeku radiolog, e me radhë e me radhë. Po mirë Duhet Suela, të kemi një sistem monitorimi. unë i kuptoj, po nga ana tjetër, ne dëgjojmë këto historitë që jepen para në dorë, detyrohesh Po, më t'japësh kanë kërkuar para në a, dorë ju e kam dhe fjalën nuk këtu. ju kam dhënë. Në rregull, po e kam fjalën këtu, që kjo kjo shprehje që nuk të kapin me dorë, por nuk u dhe lek, nuk është se themi ne këtu. Bar populli e thotë që është ndeshur me ndonjë zyrë spitalore apo jo? Ka dashur të marrë diçka në spitalet tona shtetërore të paktën. Jo vetëm Tiranë, po kudo, kudo. Jo vetëm për këtë sëmundje që flasim sot, po për shumë e shumë tjera. Në fakt sa më e rëndë sëmundja aq më pak kapin me dorë m'duket mua. Po ose të paktën kjo është ajo që është përhapur tek njerëzit. Tani, nëse e dim ne dhe di gjithë populli, a thua nuk e dinë autoritetet monitoruese këtë gjë? Ë, E din, po bëjnë sikur se din. Sepse çështja është pra, është problemi që nuk po dinë apo s'kan se si të monitorojnë, apo e dinë edhe e megjithatë e tolerojnë. tolerojnë, se kjo është pastaj problemi. Absolutisht që e dinë dhe e tolerojnë. Sigurisht që duhet të monitorohet edhe më mirë. Gjithmonë ka vend për të përmirësuar, se nuk mund t'i godasim të gjithë dhe nuk mund të themi që kanë të gjithë mjekët. Jo, ka njerëz të pakorruptuar shumë të përgjegjshëm, por ka dhe një pjesë që është shumë e korruptuar. Dhe për këtë pjesë shteti duhet të ketë struktura të mirë organizuara të monitorojnë, sepse personat kryesisht me kancer janë nga shtresa shumë të ulta sociale. Në eksperiencën time, janë nëna me disa fëmijë, janë nëna shumë të stresuara, nëna që kanë sakrifikuar shumë, nëna që vinë nga zonat rurale, domethënë për shkak të punës të vështirë, gjenetikës etj. Po jo Pra, vetëm nëna, se patjetër edhe se po edhe flisni edhe pa vetëm për unë po flas për gjininë gjininë femërore, femërore, por por edhe meshkuj pa po, diskutim, edhe por mund të themi me bindje të plotë që mungon i gjithë sistemi që është në tërësinë e vet është gabim. Pra, rroga e mjekut duhet të jetë për hir të vërtetës e lartë. Jo të gjithë ne mund të bëhemi mjek. Duhet të jetë shumë e lartë. po Dhe ka shumë vite studimi, e dim që është një nga ato shkollat më të gjata, pra që me shumë specializime, me radhë. Pa patjetër, diskutim, është sakrificë më vete, patjetër. Dhe duhet të ketë dhe shumë mjek. Nuk ka mjaftueshëm thoni. mjekët janë Kanë ik shpërfulluar, kanë ikur në Gjermani, kanë ikur në si Perëndim. infermierë që kanë ikë në Gjermani, edhe mjekët po ikin. Unë para 3 javësh po çoja djalin tek dhe sepse janë kohë virozash dhe 2 mjek me 300 fëmijë në radhë. Çfarë pret nga 2 mjek, 300 fëmijë. 300 fëmijë në radhë? Pra pas sa ditësh u vinte radha atyre që janë të 300-t? Jo, do i kalonin brenda natës, Si do i po kalon? kur do të vije radha, Okej. vetëm 2 mjek. Në gjithë pediatrinë 2 mjek kenë në darkë, sepse nuk kanë. Dhe si mund ta përballojnë ato 2 mjek? Po mirë, se ne sapo flasim, okay, rrogat janë të ulta për mjekët. Mirë, po Ulta. nga ana tjetër ne flasim për paranëndor. Flasim madje për mjek që kanë bërë shumë paranëndor. Aq shumë sa që çfarëdo lloj rroge që t'u japësh, do ishte gjithsesi shumë e vogël krahasuar me sa paranëndor ka marrë.
Po. Tani, a është joshse kjo apo i shtyn drejt ikjes jashtë? Është krijuar një monopol në QSUT që mjekët e vjetër, pra garda e vjetër qëndron atje, siç është Silvana Çeliku që unë do t'ju vazhdoj derisa ta kem frym t'ja përmend emrin, që ka dekada që ri atje dhe Kam që përshtypjen se ju po ja përmendi emrin sepse të asnjë tjerët media s'ja nuk e përmendin. thot, asnjë media nuk ja thot emrin dhe Okej. kanë frikë dhe unë nuk kam frikë publikisht të deklaroj që Silvana Çeliku është kanceri onkologjikut. Domethënë ka marrë me qaf dhjetra dhe qindra nëna. Përgjegjësia duhet të ndaheshe, duhet të jepte dorëheqjen, pas skandalit që ndodhi me mjekët, ajo duhet të jepte dorëheqjen. Nuk mund të themi që në Shqipëri patjetër që ka mjek shumë të mirë, por ka dhe mjek shumë të korruptuar. Kjo gardë e vjetër nuk e lejon këtë gardën e re, shumë të arsimuar, ekselente, që të marrë dhe një vend pune. Pra qëndrojnë atje, shefat qëndrojnë në QSUT, zere se e kanë shtëpinë e tyre. Kjo duhet të ketë një rokadë. Sepse mjeku sigurisht duhet të vlerësohet, absolutisht. Një mjek i mirë vlerësohet me gjithçka, me pjesën materiale, me pjesën e ndereve, absolutisht jam shumë dakord. Por mos ta harrojmë që pjesa më e rëndësishme e Shqipërisë e intelektualëve po largohet. Mjekët që sapo dalin dhe mjekët me eksperiencë po ikin. Pse? Sepse nuk vlerësohen në Shqipëri. Edhe unë si psikologe kam dashur të largohem nga Shqipëria, por për shkak të rrethanave dhe situatave të mia familjare qëndrova në Shqipëri, sepse më është ofruar mundësitë më të mira jashtë Shqipërisë. Dhe një mjek që më përfundon 10 vite ose 12 vite specializim për të dalë në një specialitet të caktuar, e gjen më mirë veten jashtë Shqipërisë sesa të qëndroj këtu me një rrogë, sepse këta shefat e mëdhenj nuk ja japin mundësinë, e kanë privatizuar QSUT-an. Mirë. Levisa dhe Suela, unë ju falenderoj që ishit në këtë podcast. Nuk e di nëse keni diçka të fundit për të, unë do ju thoja vetëm që ju uroja në fakt shëndet, sa më të mirë në vazhdim, Faleminderit. në Shumë çdo gjë faleminderit. dhe sigurisht që të keni suksese në planet tuaja politike dhe jo politike për momentin, Levisa. Shumë faleminderit. Nuk e di nëse keni diçka të fundit që doni ta ndani këtu para se sa ta fundojmë këtë episod. Unë doja të thoja njerëzve të ngrini zërin për veten tuaj, të votoni Partinë Social-Demokrate, votoni numër 11, votoni Zotin Tomdosha. Njeriu human që është ai, nuk ka tjetër. Unë do ju thoja gjithashtu të gjitha nënave me sëmundje terminale, të gjithë individëve që janë në Shqipëri, të cilët kanë sëmundje kronike, të gjejnë forcën, sepse ne si program social do ja dalim të mbështesim gjithë secilin në mënyrat tona, në forcat tona të brendshme. Ne besojmë në një politikë bërje humane, ne besojmë në një strukturë të mirë të shtetit dhe jam shumë e sigurt që me besimin edhe me bekimin e të gjithë secilit prej nesh, ne do ja dalim. Kurajo të gjitha nënave dhe të gjithë njerëzve me sëmundje kronike ta gjejnë forcën. Atëherë këtu përfundon ky episod. Faleminderit që na ndoqët. Do ritakojmë bashkë në episodin e radhës tek Në Mes Jush. Faleminderit.